Prej fillimit të vitit, fermerët që tregtojnë prodhimet e tyre përmes kanaleve formale përfitojnë nga skema e re mbështetjes financiare, bëhet fjalë për kompensimin 10% të TVSH-s, i cili zbatohet për shitje të grumbulluesit, për punuesit dhe agroturizmin e certifikuar, kjo duke u bazuar në sistemet e autofaturimit dhe verifikimin elektronik të dhënave. Ndryshe nga praktikat e mëparshme, për llogaritja e kompensimit nuk kryhet nga vetë fermeri, por nga subjekti blerës. Autofatura e lëshuar shërben si dokumenti kryesor, mbi të cilin aplikohet norma 10%, e cila i kthehet fermerit pas përfundimit të procedurave të kontrollit. Kjo qasje synon të thjeshtoj procesin dhe të reduktoj informalitetin në tregtinë e produkteve bujqësore. Skema është konceptuar për të lehtësuar barrën financiare të fermerëve, të cilët përballen me kosto të larta për furnizimin me inpute bujqësore, përfshirë farat, fidanët dhe plegrat kimike. Rimbursimi i pjesëshëm i TVSH-s pritet të ndikojë drejt për drejt në uljen e kostës së prodhimit dhe në rritjen e konkurrueshmërisë së këtij sektori. Për fermerët e pajisur me NIP tatimor, por të regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, dokumentimi financiar kryhet nga pala blerëse, e cila mban përgjegjësinë për lëshimin e autofaturës sipas legjislacionit në fuqi. Ndërkohë, fermerët kanë detyrim të verifikojnë dhe konfirmojnë elektronikisht çdo faturë të regjistruar në emrin e tyre, si një mekanizëm mbrojtës kundër keqpërdorimeve. Pas kontrollit nga administrata tatimore, shuma e kompensimit transferohet drejt për drejt në llogarinë bankare të fermerit. Sipas autoriteteve, digitalizimi i gjithë procesit rrit transparencën dhe garanton gjurmëshmërinë financiare në çdo hallk të zinxhirit të furnizimit. Të dhënat zyrtare tregojnë se mijëra fermerë janë tashmë pjesë e sistemit tatimor, duke shtrirë efektin e kësaj skeme në bazë më të gjerë prodhuesish. Kompensimi 10% të TVSH-s konsiderohet një ndër masat kyçe për mbështetjen e bujqësisë dhe për forcimin e ekonomisë rurale nëpërmjet formalizimit të tregut.